Ngjarje e rëndë në përmet 31 vjeçari gjendet pa shenja jete në banesë. Një ngjarje e rëndë u regjistrua mbrëmjen e së martës në përmet rreth orës 19, një 31 vjeçar u gjet pa shenja jete në banesën e tij në fshatin Skutaraq të njësisë administrative Petran. Sipas informacioneve paraprake, i riu është konstatuar nga familjarët të cilët kanë njoftuar menjëherë autoritetet. Dyshohet se ai ka dhënë fund jetës, ndërsa rrethanat dhe shkaqet e ngjarjes mbeten ende të paqarta.